Profesor, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt në ABC News. Etleva, dua fillimisht që këtë diskutim ta nis me ty. Kur është shëlluar me breshëri plumbash ndaj lokalit ish shoferit, ish prokurorit të Durrësit, Arjan Doja, Mond Voga, përveç se ai ndodhej në lokal dhe familjarët e tij, kishte klientë të tjerë në momentin kur ky lokal është shëlluar me breshëri plumbash dhe çfarë thot policia për këtë ngjarje? Cilat janë dyshimet e para apo pista e hetimit? Ngjarja ka ndodhur, mendoj të ndodhur rreth pas orës 1 pas mesnate. Në ambientet e lokalit, të hotelit më saktë, sepse ishte edhe lokale dhe hotel, nuk ka pasur klientë të tjerë, përveç vetë familjes Vogës, ka qenë ai, bashortja dhe djali i tyre. Fatmirësisht nuk kanë pësuar lëndime nga sulmi me armë. Dyshohet të jetë shëlluar nga një zonë e pyllëzuar, një kodër që është përballë lokalit. Mbi 15 gëzhoja janë gjetur në vendin e ngjarjes. Deri tani, sipas policisë, po verifikohet e shkuara e tij, problemi që ai ka pasur edhe me drejtësinë në fakt, por edhe një konflikti mundshëm pronësie, të cilin ai nuk e ka shprehur, por po verifikohet, nisur edhe nga një incident tjetër që ka ndodhur në të njëjtin lokal në vitin 2017, kur u vendos lëndë plasëse. Nga ana tjetër, ai ka qenë i dyshuar edhe për dhunën ndaj avokatit Ilia në Durrës, pranë gjykatës së Durrësit në vitin 2018, dhe që nga një moment më pas ish prokurori Arjan Doja i shkëputi marrëdhëniet e punës me të, pra nuk ishte më shoferi i tij për shkak të këtij incidenti, pasi pati dyshime dhe u përhapën informacione sikur ishte shtyrë nga ai për dhunën ndaj avokatit, gjë që më pas rezultoi e pavërtet. Ndërkohë, ka pasur precedent edhe për armbajtje pa leje, është ndaluar në vitin 2020 në Tiranë. Ndërkohë ka qenë edhe pjesë e strukturave të mjedisit dhe të aluiznit gjatë viteve 2018-2019. Profesor, kjo ngjarje ka ndodhur rreth orës 1 pas mesnate në lokal. Nuk ka patur klientë të tjerë përveç se Mond Vogës dhe familjarëve të tij, pra me sa duket është ngjarje e drejt për drejt e lidhur me këtë personazh. Por si e shikon ti, profesor, nga ana kriminalistike, është një mesazh kërcënimi, e shikon të lidhur me çfarë dhe pse autorët kanë zgjedhur pikërisht këtë moment për të goditur? Me sa kam kuptuar nga rrethanat në vend ngjarje, sigurisht që ajo është vetëm për kërcënim, vetëm për shantazh, ose për dhënë një mesazh. Nuk ka pasur qëllim që ta vrasë si person, ose të rrezikojë jetën e tij së të familjarëve të tij, se do kishin gjetur një mënyrë tjetër, shumë herë më të lehtë për të kryer ekzekutimin. Mendoj që ngjarja me avokatin Ilia është shumë larg, dhe mendoj që nuk ka lidhje me atë ngjarje. Mund të ketë lidhje me ngjarje tjera që janë më të freskëta, që përmendi dhe kolegja për diçka tjetër, po jo me atë ngjarje. Ajo ngjarje ka shumë vite dhe është për mua është konsideruar e mbyllur. Pra nuk mund të riaktivizohet pas kaq kohësh, për më tepër që avokati Ilia ka pasur ato problemet që ka pasur me këtë grup, i kanë deri diku zgjidhur, drejtësia është marrë etj. Pra e mira është të mos vendosim një paralele midis kësaj ngjarje dhe ngjarjes që ju nxirrni aty në filmim, sepse mendoj që janë gjëra që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Profesor, Mond Voga ka qenë ish shofer i ish prokurorit Arjan Doja. Mendon ti apo ndoshta mund të ketë dyshime që kjo ngjarje të ketë lidhje edhe me ish prokurorin Arjan Doja? Kam këtu parasysh ngjarjen e mëparshme, kur ai u godit brenda në makinë dhe ishte me një personazh të njohur të botës së krimit, siç është Rumi Shijakut. Pra, kjo ngjarje mund të jetë rrjedhimisht e lidhur edhe me këto ngjarje të mëparshme? Po nëse do kishte problem në lidhje me atë ngjarje në mëparshme, do ishte i rrezikuar vetë zoti Doja. Pra nuk mund pse të rrezikoj ish shoferi i tij. Dhe nuk po flasin për një ish prokuror, por po flasin për një person i cili për pak ditë merr dhe mandatin e deputetit. Pra kuptoni se çfarë rrezikshmërie të lartë do kishte vepra nëse do ishte drejtuar për këtë arsye.
po nuk mendoj se ka lidhje me zotin Doja as kjo. Ka lidhje me thjesht atë si individ dhe me probleme që i di vetëm ai. Duhet insistoj kjo. Me probleme që lidhen me zonën, me pasurinë dhe që i përkasin vetëm atij si individ dhe nuk kanë lidhje me asnjë person tjetër qoftë dhe zotin Doja. Është mendimi im. Profesor, autorët kanë goditur pas mesnate, por mendon ti se, le të themi, autorët kanë pas informacion se ndoshta shënjestra e tyre ka qenë pikërisht në këtë moment në lokal dhe në rastet të tilla se autorët mund të jenë pjesë e këtij akti dhe çfarë mund të bëjnë ndoshta grupi hetimor për të shkuar drejt zbardhjes së identifikimit të autorëve për këtë ngjarje? Në lidhje me motivet, sigurisht që duhet flasi vetë i targetuari, pra i shënjestruari, por nuk do mungojnë dhe veprimet e tjera që kryen zakonisht në të tilla ngjarje, kamrat e sigurisë, arma nëse gjendet, makina e djegur, gëzhoja në vend ngjarje nëse i përkasin një armë të regjistruar nga ato që ne kemi pasur në ngjarje të tjera, të dhëna nga dëshmitar të ndryshëm, të dhëna në mënyrë operative që vinë sigurisht edhe nga mënyra dhe burimet të tjera që ka policia e shtetit. Pra janë shumë veprime që do të ndërmeren dhe po ndërmeren nga ana e grupit hetimor. Ndërkohë, Etleva, dua të flas për një tjetër ngjarje. Ditën e djeshme janë ekstraduar nga Dubai në Shqipëri 3 persona që kërkoheshin nga vendi ynë për vepra të rënda penale. Kush janë këta persona dhe për çfarë akuzohen ata? A dalin emrat e tyre apo a janë ata të lidhur, ndoshta edhe me dosje të bujshme që janë në hetim këtu në vendin tonë? Në fakt ata si kanë qenë në hetim dhe janë pjesë e 2 dosjeve të vitit kaluar që po heton aktualisht prokuria e posaçme. 2 të parët, Ervis Daka dhe Maksim Koçi, janë pjesë e një tjetër dosje që lidhet me organizatën kriminale Çopja, ndërsa personi i tretë, Ado Gjika, është në dosjen ku u godit organizata kriminale e Suel Qelës, pra të 2 organizatat kriminale të Elbasanit. Ata janë arrestuar në Dubai me qëllim ekstradimi, i cili u zhvillua në fakt të mbrëmjen e djeshme. Pra janë personazhe të 2 grupeve të ndryshme kriminale, por e përbashkëta e tyre, domethënë lidhen në një pikë që të 3 rezultat i kenë shërbyer, të kenë ndihmuar dhe përkrahur një personazh që është në kërkim nga policia, siç është Talo Qela. Pra, përveç veprave tjera penale, që 2 personazhe që janë pjesë e klanit të organizatës Çopja, dyshohet të kenë marrë pjesë dhe të kenë ndihmuar me mjete në formë direkte ose indirekte edhe në vrasje, siç është edhe vrasja e Arjan Spahiut, që ishte pjesë e grupit Erion Alibejt dhe u ekzekutua në Belgjik, por edhe atentatet të tjera që kanë dështuar. Profesor, emri i Talo Qelës del në shumë dosje, por deri më tani nuk dihet asgjë për gjurmët e tij. Nuk e di çfarë mendon ti se mund të ketë ndodhur me këtë personazh të botës së errët të krimit. Policia ka 2 versione, një version është që ai mund të jetë larguar nga Shqipëria, në Amerikë Latine, mbas edhe në lindjen e mesme, mbas në Turqi nuk dihet, nga ana tjetër ende të paverifikuar që ai mund të jetë vrarë nga grupet rivale. Po deri tani nuk ka asnjë gjurmë, qoftë për njërin, qoftë për tjetrën, nuk ka asnjë lloj informacioni që të vijë qoftë në rrugë operative. Ka pasur një informacion të zbet të mëparshëm që mund të ketë bërë dhe ndërhyrje operacione plastike etj, por ende e pa verifikuar. Pra nuk dihet deri më sot fati i tij. Profesor, brenda muajit janë ekstraduar nga Dubai në vendin tonë të paktën 5 shtetas dhe mes tyre financieri i Çopjave, vllai Nuredin Dumanit, të penduarit të drejtësisë, Dashnor Dumani, i përfshirë në masakrën e Bradasheshit ku u vran familjar të Erion Alibej, edhe ky një tjetër i penduar i drejtësisë. Por, profesor, pse tashmë Dubai nuk po konsiderohet më stre e sigurt për grupet kriminale dhe apriten të tjera ekstradime? Dhe mbi të gjitha çfarë mendoni ju se do të sjellin, le të themi, këta personazh të ekstraduar të botës së krimit për dosje të bujshme që po hetojnë këtu në vendin tonë? Me atë interesim që u kam pasur të autoritetet, ditë ju them që do ketë
kthime të tjera, deportime të tjera. Pra e kemi thënë dhe do ta themi vazhdimisht që nuk kemi të bëjmë me ekstradime, po kemi të bëjmë me deportime, pra me një masë administrative e më shumë me karakterit të policisë kufitare që ndërmerret, por që vleftësohet nga gjykata gjithsesi. Do ketë element të tjerë të cilët për një arsye ose tjetër që i vlerëson vetë autoritetet e Emirateve të Bashkuara do të pësojnë fatin e këtyre të tjerëve. Por kjo nuk po bëhet vetëm për shqiptarët. Përpara rreth një javë 10 ditësh kemi disa eksponent shumë të rrezikshëm të organizatave kriminale të Malit të Zi. Kemi ato të Serbisë, pra të gjithë rajonit, pra nuk flitet vetëm për Shqipërinë. Po ka një informacion edhe pa konfirmuar që njëri prej këtyre që ka ardhur aktualisht në Shqipëri mund të kthehet në bashkëpunëtor drejtësisë. Deri atëherë duhet durojmë edhe duhet kemi pra në një farë mënyre momentin për të parë nëse do të flasë ky person, çfarë do të thotë, si do ta ndihmojë organet e drejtësisë etj. Tani un kam edhe kuriozitetin e gazetarit për të pyetur se kush është ky person. Nuk mund ta them përkohësisht, jo, absolutisht. Po që ka një person i cili ka shprehur dëshirën për të folur. Është personazh kyç në një dosje të veçantë? Shiko, edhe po mos jetë personazh, ai mund të ndihmojë hetimet sepse kemi të dhëna të tjera nga vendngjarja, kemi të dhëna nga dëshmitar të tjerë të drejtësisë, dhe pse jo mund të jetë komplementar. Edhe për të parë disa elemente nëse qëndrojnë apo jo. Dhe këto i bëjnë mirë procesit. Qoftë atyre që kanë nisur dhe janë në hetim edhe gjyqësor, qoftë atyre që janë ende në hetime paraprake. Kështu që është një gjë shumë e mirë që këta thyen dhe vjen shërbim drejtësisë. Dhe për çfarë dosje mund të ndihmojë ky personazh? Profesor, për shumë ngjarje. Profesor, kam një pyetje të fundit për ty, duke marrë shkas edhe nga një ngjarje që ka ndodhur së fundi. Grupi iranian i hakerave ka goditur webfaqen e bashkisë këtu në Tiranë. Nuk e di, e shikoni ju këtë ngjarje të lidhur ndoshta edhe me konfliktin e fundit Izrael-Iran? Mendoj se edhe për shkak dyshimeve që ka pasur më përpara në lidhje me 2 ose më shumë grupe që ngjasojnë ose që marrin autorsinë si kur janë ato iraniane, nuk janë të tilla. Pra nuk janë sulme që vinë drejt për drejt nga Irani, po janë që vinë nga grupe që ne i kemi këtu brenda vendit. Janë ende në hetim nga ana e autoriteteve, qoftë atyre policisë krimit kibernetik, qoftë edhe të institucioneve tjera që merren me sulmet kibernetike, por ka pasur dyshime të vazhdueshme që kjo nuk është faqe autentike e atyre që ne na sulmuan në atë kohë dhe që u certifikuan nga ana autoriteteve ndërkombëtare hetimore që i përkisnin dhe ishin sponsorizuar nga Ministria e Inteligjencës dhe nga Garda Revolucionare. Profesor, faleminderit, ishte kënaqësi që ishit me mua në Tirana Live. Etleva Adelia, faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit.